Disa njerëz mendojnë që të jesh shpirtëror ti ke ndonjë borxh botës që duhet jesh aty 24 orë në 24, duhet jesh aty vetëm për të dhënë, për të mësuar, për të drejtuar, për të mbajtur të gjitha barrat e botës në shpatullat e tua, në mendjen tënde, në zemrën tënde, të sakrifikosh mirëqenien tënde për t'i provuar dikujt tjetër që ti je vërtet shpirtëror. Dikur edhe unë e kam bërë këtë gjë, dikur edhe unë e kam veshur këtë rol, por nuk po e vesh më këtë rol, sepse jam në një fazë tjetër të jetës time. Është okej të ndryshosh, është okej që prioritetet të ndryshojnë. Unë arrita në një pikë të jetës time që kuptova që fakti që po sakrifikoja mirëqenien time, shëndetin tim, dijet e mia, çdo gjë time për të tjerët, nuk po më çonte as sekundi. Nuk ishte më e mira ime. Për mua, në këtë fazë të jetës ku jam, për mua shpirtërore, apo si e jap unë atë shërbimin tim, si e jap unë atë ndjesinë time, apo si e jap unë atë ngacmimin shpirtëror, le t'i themi, tek njerëzit, si i bëj unë njerëzit të kthehen te vetja vet, është duke shfaqur një shembull konkret nëpërmjet jetës time, duke jetuar atë plotësisht me të gjitha ngjyrat e saj. Dhe kjo është rruga ime, kjo është e vërteta ime, kjo është veç shprehia ime, kjo është mënyra se si unë kam zgjedhur ta jetoj jetën time. Dhe kjo rrugë që unë kam zgjedhur, ky ndryshim duhet më bëj sens vetëm mua. Nëse dikujt nuk i bën sens, duhet fokusohet te rruga vet. Nëse dikujt tjetër i bën sens, hello, shpresoj të frymëzohemi nga njëri tjetri. Duhet t'i kujtojmë vetes tërë kohës që secili prej nesh ka një rrugë ndryshe. Nuk është okej t'i thuash tjetrit që rruga jote është e gabuar. Mua nuk më intereson rruga e tjetrit, më intereson e imja, kaq.